Të hënën në ora 12:30 protestat do të mbahen në Tetov me pikë nisje tek sheshi Iliria. Më pas do të përfundoj para gjykatës themelore në Tetov, fillimisht për kujtim të viktimave të Goçanit dhe pastaj për të kërkuar përgjegjësi edhe për tragjedinë në Goçan, por edhe për zjarrin në spitalin modular që ndodhi para disa viteve. Do të thënë kërkesat tona si trin, për shkak që iniciativa Zero kryesisht përbohet nga nxënës, studentë dhe qytetarë të Tetovës, kërkojmë që të rigjikohen të gjitha tragjeditë që kanë ndodhur, duke filluar në 2019 me Durrëmoturs, më pas me spitalin modular, me Besa Trans dhe tash në Koçani. Kërkesat tona si qytetar është që të ketë zgjidhje dhe drejtësi të vërtet, të dënohen ata që janë përgjegjës të vërtet për krejt këto tragjedi që na kanë ndodhur. Pra për 6 vite na kanë ndodhur 4 tragjedi që kanë humbur jetën mbi 140 qytetar ton. Dhe më e pakta që ne mund të kërkojmë si qytetarë është të protestojmë dhe të kërkojmë për institucioneve të drejtësisë të bëjnë punën e tyre edhe të mbajnë përgjegjës ata që janë fajtorët e vërtet të gjithë këtyre tragjedive.